Në ambientet e xhamisë së Plumbit në kuadër të aktivitetet përkujtimore 35 vjetore të lirisë së besimit, u zhvillua një program fetar kulturor ku morën pjesë imam intelektual, personalitete dhe besimtar nga gjithë zona. Miftyri i Shkodrës Imam Muhamet Sytari në mesazhin e tij theksoi rëndësinë e rikthimit të lirisë së besimit, rolin e xhamisë së Plumbit në historinë e qytetit dhe vlerën e transmetimit të mesazheve të paqes, moralit dhe solidaritetit në komunitet. Sa ndash nata e përkujtimit të bardhësisë dhe triumfit të Hafiz Abrikoçit rahmet paste, të hoxhallarëve të Shkodrës, të atyre të cilët sakrifikuan në momente të vështira, për të cilat i lutemi Allahut Azza wa Jall që mos na sprovoj siç i ka sprovu. Mirë po sprova e tyne ishte për të na thënë Zoti i Gjithësisë se në çdo kohë ka burra që e ruajnë amanetin e besimit dhe e majnë torçën e udhëzimit pa u përkull përpara askujt në botë. Burra prej atyre për të cilët Zoti i Gjithësisë urdhon në Kur'anin famëlar, teksti na drejtohet duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, Rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Burra të cilët ishin qëndrestar në beslidhjen e tyre me Allahun e madhëruar. Prej tyre ka që shkuan, e prej tyre që vazhdojnë rrugëtimin, si për të na thënë Allahu Azza wa Jall se ky rrugëtim nuk ndalet asnjëherë. Edhe e vërteta është se ky rrugëtim nuk ndalet asnjëherë. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ata duan që ta shuajnë dritën e Allahut me gjuhët e tyre. Edhe i kam menduar këtë subhanallah. Duan ta shuajnë dritën me gjuhë. A mund të shuhet drita me gjuhë? A mund të shuhet drita e diellit duke i fryrë ose duke e gjujt me fjalë? Jo pasha Allahun dhe jo. Dhe kurse si jo. Ashtu dhe drita e Islamit nuk shuhet asnjëherë për te i përpjekjeve shterpë, e përpjekjeve të dështuara, të taborrave të iblisit të mallkuar, që përpiqen, dhe realiteti ja ku është sot. Një prej nismetarëve të rjapës së xhamisë së Plumbit, Mehdi Miftia, solli kujtime dhe reflektime mbi përpjekjet e para dhe kontributet që kanë bërë të mundur zhvillimin e kësaj veprimtarie. Kjo xhami u bë dallënyshja për që lajmëroj se erdhi liria e besimit. Pra ishte drita hynore e madhërisë së Zotit, e cila ndriçoi mendjen e njerëzve për të bashkuar pa dallim moshe pozite përpara 35 viteve që të zgjohen nga gjumi dhe të pastrojnë papastërtitë e ateizmit. Në kuadër të aktivitetit u shfaq një pjesë filmike që dokumentonte ceremoninë madhështore të 16 nëntorit të 1990, çast historik që shënon ringjalljen e besimit dhe hapjen një kapitull të ri për komunitetin musliman të Shkodrës dhe mbar Shqipërisë.